Dita u kthye në natë, eklipsi spektakolar mahniti Evropën, shihet edhe në trojet shqiptare. Një spektakël i jashtëzakonshëm në qiell bashkoi të mërkurën miliona njerëz në Evropë, përfshi dhe qytetarët e territorit shqiptar. Eklipsi diellori 12 gushtit duroi pamjen breslënse duke e kthyer për disa minuta vëmendjen e një kontinenti të tërë drejt qiellit. Fenomeni u përjetua në mënyra të ndryshme nga njëri shtet në tjetrin në disa zona të Spanjës dhe Islandës. Hëna mbuloi plotësisht diellin dhe dita u kthye për pak qaste në errësirë, ndërsa një pjesë të madhe të Evropës eklipsi u pa vetëm pjesërisht. Edhe shqiptarët patën mundësinë të bëheshin pjesë e këtij spektakli. Në Shqipëri, eklipsi u bë i dukshëm gjatë mbrëmjes, me qytetarë që ngritën syt drejt qiellit në Tiranë, Shkodër, Durrës dhe zona të tjera e në Fier. Hëna mbuloi vetëm një pjesë të diskut të diellit, por fenomeni ishte mjaftueshëm i dukshëm për të tërhequr vëmendjen e qytetarëve. Eklipsi i pjesshëm u pa dhe në Kosovë, por pamjet më të jashtëzakonshme erdhën nga Spanja dhe nga Islanda. Dielli u zhduk me shpejtësi, temperatura të rënda dhe kurora diellore u shfaqën rreth diskut të zi të hënës, duke krijuar pamje që shumë njerëz do të mbeten pa harrueshme. Në Benavente të Spanjës, për 84 sekonda, turma që po ndiqte fenomenin qëndroi në heshtje, më pas me rikthimin e dritës përthyen brohoritjet.